Tani, si mos ta përsëris unë që lullëzimi i merr shifrat si balon tauke, kur lullëzimi del këtu dhe si provë në favor të zonjës Tabaku, lexon raportin e Transparency International në 2016, apo jo, 2016, apo jo, zonjë Tabaku, në 2016, ose pastaj është prap problemi i lullëzimit me numrat, po raporti është 2016 dhe zonja Tabaku deklaratën për të cilën është paditur e ka bërë në tetor të 2018-s. Lullëzim. Se ti the po punon fort që të më rëzosh mua. Minimumi i punës, jo i punës fort, po i punës që bën një drejtues, se të them lider i bie të shpërderoj konceptin, është që përgatitet para se të flasi. Dhe nuk rri si në kafe, duke zgjatur veshin nga një anë, veshin nga ana tjetër, që t'i japin ushqimin që të dali pastaj edhe ta jashtë ekspozoj këtu. Nga ana tjetër the shteti ka filluar të paguaj beketin. Po ku, për shembull, si lullëzim? Se unë e kuptoj pse e thua. E kuptoj pse e thua, sepse kërkon të hysh aty ku ti nuk e përthyr dot kurrë, në mendje dhe në zemrat e shqiptarëve. Madje edhe aty ku të futën të tjerët, prap të tjerët po të nxjerrin. Sepse shqiptarët, të cilëve ti këtu qanë hallin, kanë një cilësi të jashtëzakonshme në raport me shumë popull tjerë për arsyet historisë tyre, për arsyet kaluarës së tyre, që nuk u haqen në shkopin lullëzim. E jo më t'u haj lepuri. Shqiptarët e kanë politikën sport kombëtar. Dhe në këtë lloj sporti i ndjejnë lojtarët me hund. Nuk ka nevojë fare që të rrinë gjatë, e ndjejnë me hund, se kush e ka me të vërtetë dhe kush bën sikur. Askund nuk po paguhet beketi i lullëzim. Askund. Fole për një tjetër që pas ka fituar një arbitrazh dhe the thonë se, po si mund dali një drejtues i partisë që synon të drejtoj një vend tërë në foltoren e parlamentit dhe para popullit thonë se. Po këtë kush ta tha këtë? Se këtë nuk e ke nga ata që kenë krah majtës dhe djatës. Ata përpiqen shkretët. Po ti kaq mban. Sa është distanca nga aty këtu, edhe ato që ti thonë aty, ty të bien rrugës, edhe del këtu, edhe pastaj rrotullon pllakën e gramofonit. Tani, për të kthyer tek arsyeja pse u krijua kjo erdhe këtu, fole për një usta. Ma referohet mua ustajnë. Po në fakt, a ish ustaj yt, dhe që a i mbetet ustaj yt, dhe ti e thjesht një qirak i ti, e tregon fakti që ndryshe nga ustaj që e bënde me iPad këtë komunikimin me popullin me mikrofon, ti e bëre me një iPhone. Kështu do jetë edhe partia juaj vitin tjetër, iPadi dhe iPhone-i.
ty iPhone-i do të mbetet, besoj, shpresoj, uroj. E di pse? Për të njëjtën arsye që ta kam thënë dhe rithënë dhe stërthënë. Sepse po që e puna për të zgjedhur midis dy të këshijave, njerëzit zgjedhin origjinalin, nuk zgjedhin kopjen. Do shkojmë në origjinalin, jo me kopjen. Se ajo që bëret i këtu, ndryshonte vetëm zëri, për mua që ju shoh nga mbrapa, ndryshonte statura, nga flokët nga mbrapa duken njësoj me thënë drejtën, se për shkak të asaj të hedhurës përpjet që keni përpara, por fjalori sadist, kriminalët me të cilët ti ke ngrënë janë në ndhe, merë qetësus para se të vish në sallë. Po ku e di ti që marë qetësusun para se të vish në sallë, për shumë? Nga e di. E ke dëgjuar nga ustaj. Ke dëgjuar nga ustaj. Të janë vrarë ortakët me antitank kur drejtoi Bashkinë e Tiranës. Po ku e di ti? E ke dëgjuar nga ustaj. E të tjera, me radhë, njësoj si ustaj, por me ndryshim që nuk je ustaj. Je një askopje jo. Je një njeri që ke marrë përsipër të bësh atë që as nuk të takon, në që fletë për familje dhe për edukat familjare, nuk të takon. As nuk ka lidhje me gjithë historinë tënde deri kur takove ustajnë. Fare, s'ka lidhje. As nuk ka të bëj fare me atë që të quan formimi yt i lartë në Hollandë. Se nuk ka njeri që formohet lartë në Hollandë dhe vjen zhytet këtu të poshtë edhe përfundon në një imitacion të ati ustaj. Nuk ka, nuk ndodhë. Dhe, që mjafton ti ke shëndruar këti në një reze 50 cm për ta kuptuar se sa i dhunë shumë është. Po ti ke shëndruar me mua lëzim një 6 orë në atë reze të kam dhunuar gjënë ty. Kemi qenë bashkë 6 orë. Kemi kaluar shumë mirë. Apo jo? Çfarë të bëra unë aty? Me që ti që nga njeriu që e di që kush rri afër meje 50 cm dhunohet, tani o ty unë të kam dhunuar, kur kemi qenë bashkë, ti duhet ta thuash këtu, që të ndahet përfundimisht ky popull nga një dhunues si puna ime, se nuk mund të jesh tash një i dhunuar që hesht. Ke detyrë ta thuash, ose pastaj duhet përsëri ti thrasësh bëndjes se këtë ta ka thënë ustaj. Dhe kush ustaj? Ai që ti the më ka thënë një demokrat, dhe në fakt atë nuk ta ka thënë një demokrat, ta ka thënë dikush tjetër, që unë e njoh, edhe ti e njeh, edhe që e ke pasur 50 cm afër, që duhet ta kesh përballë që ta njohësh. E pra lulëzim atë, unë e kam pasur përballë 30 vjet. Dhe pse e njoh atë shumë mirë, kopjen e tij e njoh 1 kilometër larg. Dhe ma kujton në çdo fjalë që thua, por më dëshpëron, realisht më dëshpëron. Më dëshpëron që e ul veten në nivelin përtej zhës, duke përdorur fjalorin më të ulët. Tani, të kthehem dhe tek ajo që dole këtu dhe i the bile si një fëmijë që shikon qeftas porno, i thoshe, t'ja u bëjde njëherë, harrove që parlamentin lulëzim e ndjekin të gjitha moshat, e harrove këtë? Ku është kë kujdesi ytë për njerëzit? Po kujdesi ytë për
të gjitha zonjat këtu, ku ishte në të rast? Ai është komunikimi im, patjetër. Unë nuk jam as i rënë nga qielli, as i zgjedhur për pap këtu. Po nëse këtu ka një burr që do çohet të më thotë që asnjëherë në jetën e tij në një komunikim privat nuk e ka parë gjuhën t'i shkas në atë fjalë që unë përmenda. Atëherë le të çohet. Çohu ti i pari. Çohu këtu dhe thuaje që kur në jetën tënde, në një komunikim privat me dikë, ty nuk të ka shkar gjua tek një fjalë që ti kujton, njësoj si shkujtonit kur nëzorët fotografit laguriq që do t'i bënin shqiptarët të më kthenin kurrizin. Mi afruat më shumë. Pse? Se nuk jam budallej. Nuk i bëni dot për budallej. Dhe ti kujton se duke nxjerrë këtu atë përgjim, sa ish një përgjim, të një komunikimi privat, ndërkohë që nuk të flas për komunikim publik, s'flas për të arritur në pikën që në komunikimin privat ne të gjithë të jemi në gjendje që në asnjë moment mos ta humbim të ruan. Nëse ti e ke arritur dhe këtë dhe as kur je vetëm, kur je vetëm jo, se kur je vetëm t'i fle, nuk zihesh ndonjëherë me veten, siç zihem unë më shumë se sa me të gjithë tjerët, je krejt unikal dhe i papërsëritshëm në historinë jo të shqiptarëve, po të qenieve njerëzore. Dhe pa pikën e përgjegjësisë, pa pikën e përgjegjshmërisë, pa pikën e turpit, del tu vë në mikrofon një përgjim të një komunikimi privat, duke praktikisht treguar se s'bëjmë përshtypje fare ty, se sa ja u prek ndjenjat gjithë këtyre grave që janë këtu, të cilat ndje me të mek i mbrojtje duke sulmuar gra të tjera. Po përsëri nuk je ti, nuk e bën ti, sepse ti nuk je vetja. Ti je thjesht shëmbëltyra e krijuar nga ustaj. Dhe po nuk ndave nga ajo shëmbëltyrë, dhe po nuk gjete rrugën se si të bësh këtë punë që bën, duke më sfiduar mua, duke na sfiduar ne, bashkë me kolegët e tu, ashtu si sfidohen kundërshtarët në politikë, dhe jo duke u gdhirë, duke ngrisur në majtë gjuhë, Edi Rama është armiku ju në përbashkët. Çfarë armiku? Si armiku? Ustajin tënd unë nuk e kam pas në armik. Po ke dëgjuar ndonjëherë ma gjej që unë të them është armiku ju në përbashkët? Armiku ju në përbashkët? Jo. Jo. Nuk është metaforë. Armiku ju në përbashkët nuk është metaforë. Është një nga ato strapallat e enverizmit që ustajt i kanë mbetur nga e shkuara dhe pastaj i ka injektuar tek ju. Se më ka bërë përshtypje dhe gjë tjetër, nuk po përmend emrin këtu, s'duhet bërë replik me dikë për jush, që i ka ikur pentagramit ustajt, edhe duket goxha mirë kur flet. Goxha mirë kur lufton, goxha mirë kur argumenton. Është çështje e mikrochipit. Lulzim, hiq mikrochipin. Hiq mikrochipin se naturprovet gjithë me këtë që fole sot. Naturprovet gjithë me këtë që fole sot. Fole për fjalor banal. Për cilin fjalor banal e ke fjalë? Për cilin? Ku? Për përgjime? Për të çfarë? Kujtore se do dalë do them si jam unë. Ajo ka kohë që është nxjerrë dhe në mos gabohem është nxjerrë nga një media që
Ka futur personi që ka telefonuar dhe që sot në mos gabohen jeni duke e çuar në përgjykata ju. Mos gabohen. Keni hap gjyqe. Po në fakt po hap një gjyqe me vetveten, sepse jeni në një luftë hijesh, jeni hijet njëri tjetrit dhe ka filluar një luftë hijesh aty ndërkohë që natyrisht përpjekja e hijeve për dalë në dritë është përpjekje normale, por sot për sot aty jeni të gjithë ju si hijet që duan të dalin në diell, ndërkohë që ka 30 vjet që përvëlohen nga ai diell. Hiqeni atë diell nga mendja, nga gjuha, nga mënyra e të ndjekurit të rrugës arsyes dhe pastaj hajde bëni këtu debat. Nuk po zgjatem më tutje me ato që theje për buxhetin, jo po këto, jo po ato, se ti je i madh fare, nisesh nga të paqëna edhe ndërton pralla. Thuaj që po paguajnë lekët e Begetit, tani ato lekët ne do ju jepnim juve, thuaj që po ju jepen lekët atyre, ne do ju jepim juve, një çorodi e tëra që nuk ja vlen. Nuk ja vlen. Unë të falenderoj për gjithë thyrjet edhe sharjet e tua, jo metaforike, të drejtë për drejta, dhe ndjen vërtet keq për ty, ndjen vërtet keq që duhet jem këtu, bashkë me kolegët e mi, edhe duhet të jemi pjesë e tërës, sepse e kam thënë dhe dikur tjetër, kush fle me qenin, ngrihet me morra. Dhe kjo është ajo që i ndodh për fat keq. Kjo është ajo që i ndodh për fat keq hera herës, dhe i ka ndodhur gjithmonë, her pas here, kësaj partije këtu, për shkak të bashkëjetesës në këtë sallë me këtë partin këtu, që na ka tërhequr historikisht në eksaktësisht atë lloj balte Zoti Bardhi, mos ndërini shihen e cilës sa po keni filluar ta ndjeni, eksaktësisht në atë lloj balte, për të cilën sa po keni filluar të ndjeni se sa e ullët, sa e poshtër, sa e ndyrë është. Tani që po e provoni vetë, tani që po ju kthehet juve, dhe për cilën tani po shkoni dhe në përgjyqje. Pa që i fat me gjyqet, dhe sot në fakt për të ardhur këtu mora fashikullin e zonjës Tabaku, nuk mora fashikullin e lulzimit, se ka dhe lulzimi një gjyq të humbur me mua, nuk e mora atë, nuk mora është fashikullin e ustajit, se ka dhe ai gjyq të humbur me mua, por çfarë i bashkon të gjitha ata fashikuj? Çfarë i bashkon? I bashkon një gjë, të gjitha bashkë, që nga ai që lulzimi e quan ustaj im, kjo është më kryevepra, ustaj im, që nga ai ustaj deri tek gjenerata e këtyre të Hollandës, edhe nuk e di ku ishte ajo sfera tjetër e lartë akademike ku kishte studiuar zonja Tabaku, i bashkon eksaktësisht ajo të cilën tani sa po keni filluar ta provoni. Mirë po, problemi është që ndërkohë që e provoni, vazhdoni dhe bëni të njëjtën gjë me ne përsëri. Bëjeni, për ne s'ka asnjë problem. Sepse ju thash, sa herë dilni këtu dhe përsërisni atë lloj fjalori, aq herë ju kujtoni shqiptarëve që humsa jeni, humsa do jeni, humsa keni qenë. Por ajo për cilën unë shqetësohem me që më pyete për çfarë shqetësohem, është ajo pjesa tjetër. Pjesa që ka të bëjë me faktin që ata që dëgjojnë
Nuk thonë këta dhe pastaj ne tjerët s'ka problem, por ju kujtohet dhe shpreja kush fle me qenin ngdhiet me morra. Ky është problemi. Dhe e keni të mundur që ta çlironi këtë parlament, e keni të mundur që ta çlironi këtë politikë, e keni të mundur që ta çlironi këtë shoqëri nga makthi i këtyre seancave, ku mund të thoni të gjitha çfarë të doni, mund të përdorni të gjitha ngjyrat e gjuhës shqipe si të doni, por ku nuk keni pse bëheni bishti i ustajit, siç keni qenë tërë jetën tuaj në atë parti, dhe siç tani që doni të bëni sikur sjeni, u akujtoni njerëzve që jeni thjesht dhe vetëm bishti i tij. Por siç thoshte ai votuesi juaj, edhe i bashkëdeputetit tim nga Durrësi, bishti i shtrëmbër mbetet.